Mirë, Cako, po kalojmë këtë pjesa tjetër që do të flasim për popujt e zhdukur, e që emisionin e kaluam e përmendëm pak, por dashëm që t'ja kushtojmë një emision të veçantë kësaj pjese. Po, dakord. Se do të flasim për do themi ato që dimë, shpeshe librat e shenjtë flasim për shumë popujt të zhdukur, por popujt nuk janë të zhdukur vetëm në kohët e lashta, por ka popujt që janë zhdukur dhe në kohët moderne, në fakt gjuhë të zhdukura. Duke zhdukur popujt që flasin me një gjuhë të saktuar, natyrshëm zhduken dhe gjuhët, ka me 10 gjuhë të zhdukura dhe popujt të zhdukur, dhe ne shqiptarët kemi kaluar në përrezicje që mund të zhdukeshim në shekullin e kaluar. Fuqitë e mëdha na çuan gati drejt asfiksimit për shkak të konjunkturave që u krijuan në arealin politik ballkanik dhe me gjerë, evropian, mbas prishjes 5 perandorive që kishin ekzistuar dhe në luftën e parë botërore, si që ishte perandoria Osmane, perandoria Habsburge, perandoria Romanov, perandoria Gjermane, u shkatrua gjithë sistemi politik i Kaiser Wilhelmi II të Gjermanisë dhe më përpara ishte shkatruar në revolucioni borgjes francez në vitet 1789-1793, derisa u pre koka familjes mbretërore, dinastisë franceze, ishte shkatruar dinastia Habsburg, dinastia Bourbon e perandorisë franceze, në revolucionin borgjes francez, si quhet, pra ishin shkatruar 5 dinastit më të mëdha që kishin qeverisur, mbetën disa dinastit të tjera, si që ishin dinastia britanike, dinastia Bourbone e Spanjës, që është një degë e Bourbonëve, dinastia holandeze, belge, edhe suedeze, nuk e di, edhe ndonjë dinasti tjetër që s'është ky qëllimi. Dhe çka kishte ndodhur? Sistemi financiar e kishte mundur sistemin politik, evropian, rendin politik. Sistemi financiar cilën e zotëruan qifutët, dora dorës, e shtin në dorë, sidomos familja Rothschild, kjo fillovi t'i shkatronte pasaj dinastit politike të cilat nuk i bindeshin ose nuk ushtronin ato dhe zbatonin porosit që kishte lobi financiar dhe nëpërmjet financave dhe konjunkturave politike që u krijuan në luftën e parë botërore, bankierët kërkuan të krijonin një pushtet globalist, ku të ushtronin të kishin instrumenta ligjore që të ndikonin mbi gjithë botën. Dhe për këtë menduan të krijonin një institucion bikombëtar, ku të gjitha palët të firmosnin dhe vendimet që do të dilnin nga ky institucion bikombëtar, që ishte lidhja e kombeve, dhe në luftën e dytë botërore, dhe në fund të luftës së dytë botërore që u krijua Organizata e Kombeve të Bashkuara, vazhdimi i kësaj, të gjitha vendimet që do të merrnin institucionet drejtuese të lidhjes së kombeve, do të prevalonin mbi vendimet kombëtare. Dhe qifutët, bankierët, menduan së bashku me dinastinë britanike, menduan që nëpërmjet këtij instrumenti të kontrollonin gjithë politikën botërore, pra lidhjes së kombeve. Mirë po, në Shtetet e Bashkuara, mbas luftës së parë botërore, Shtetet e Bashkuara në vitin 1917, Shtetet e Bashkuara, Kongresi Amerikan, kërkovi që Amerika të ndiqte politika izolacioniste, pra të shkëputeshe nga këto lojrat që bënte Evropa gjithmonë me luftra me njëri tjetrin. Edhe thanë, ne nuk në rrezikon askush, sepse ne kemi oqeanin në mes dhe kemi fuqi të madhe ekonomike sa të mos na skllavëroj asnjë nga vendet evropiane. Dhe u tërhoq, qifutët nuk arritën dot, nuk kishin pushtet të madh në atë kohë mbi Kongresin Amerikan dhe mbi kongresmenët dhe mbi senatorët. Dhe këta e futën botën në një luftë të dytë përsëri qifutët, për ta tërhequr Amerikën në këtë lloj politike dhe ndërkohë përpoqen që
ta nënshtronin politikën amerikane, Kongresin Amerikan, ku merreshin vendimet, të fusnin njerëzit e tyre, borxllinjtë e tyre, që kishin borxhe edhe në Angli dhe në Amerikë, si Churchilli që ishte një borxhli i madh ndaj Rothschildëve dhe bankave në Angli, dhe duke vendosur njerëz të këtill, ata arritën që e futën Amerikën në Kombet e Bashkuara dhe nëpërmjet Amerikës që kontrollohej prej tyre u pushtua Evropa gjatë luftës së dytë botërore, ku Gjermania dhe Italia, që ishin palca e perandorisë romake, u pushtuan me baza të shumta të Shtetet Bashkuara, si shtet fitimtar i luftës së dytë botërore dhe i Britanisë dhe i Francës, dhe në fakt këto baza nuk janë gjë tjetër veç se kontrollohen nga bankierët dhe nga çifutët, dhe sot Gjermania, Italia dhe Japonia janë gjoja humbësit që nuk ju nënshtroheshin politikave të bankierëve, janë vendet më të nënshtruara sepse dolën të humbura nga lufta e dytë botërore. Dhe në këtë kuptim, duke hyrë drejt në tema për cilën pyete, popujt që flitet në librat e shenjtë më së shumti janë njerëzisht populli i Nuhut ose i Noahut, siç thuhet në Dhjetën e Vjetër, ose i Nuhut në Kur'an. Populli i Nuhut ka lidhje me përmbytjen e madhe, ku në histori thuhet që Zoti apo Allahu këshilloi vetëm një njeri i cili ishte i dërguar i tij në vendin ku ai jetonte, në territorin ku jetonte, dhe shpëtovi vetëm familjen e tij dhe 3 djemtë e vet me nuset e veta dhe disa besimtarë të tjerë, dhe i këshillovi që të ndërtonin një anije apo një arkë që është arka e Nohut. Tashi në Dhjetën e Vjetër dhe të krishterët dhe çifutët dhe të krishterët që kanë Dhjetën e Re, librin e tyre ose vazhduesin e Biblës, mendojnë që Nuh ka qenë një i dërguar i Zotit për të gjithë popujt e botës, dhe përmbytja e madhe ka ndodhur në të gjithë popujt e botës. Por në Kur'an thuhet që kjo përmbytye ka qenë vetëm në një zonë të vogël, dhe është zona e Babilonisë, ose zona midis dy lumejve Tigri dhe Eufrati, që mos gaboj është rreth 170 km si distancë nga veriu në jug, dhe nga lindja në perëndim është një zonë prej 67 km në pikën më të gjerë të saj, dhe aty ka ndodhur përmbytja e madhe nga dalja e lumejve të Tigrit dhe Eufratit. Pra në librat e shenjtë thuhet që Allahu ose Zoti i sulmoi këta zullumqar ose pagan, idhujtar, i sulmoi me shira nga lartë dhe me shira nga poshtë, dhe pati një përmbytje të madhe. Një nga fëmijët e Noahut mendoi që duke hipur në një mal të lartë do të shpëtonte dhe nuk e dëgjoi baban e vet që tipte në anije, dhe kur uji e mbuloi dhe atë vend, ai u mbyt. Thuhet në librat e shenjtë që Noahut i është dhënë urdhër nga Zoti, nga Allahu, që të marrë gjitha çift nga të gjitha llojet e kafshëve, t'i futën për kafazet e tyre dhe t'i shpëtoi. Dhe kjo është një nga arsyet që duke qenë Noahu duke banuar në zonat e Babilonisë, në mes të disa qyteteve shumë të njohura, Uruk, Ur, edhe disa qytetet të tjera, Imran, që janë në atë zonë, ky nuk mund të mbante dot të gjitha kafshët që jetonin në çdo cep të botës që ekzistojnë sot.